Dashuria obsesive është një formë dashurie ku një person zhvillon ndjenja tepër të forta, të pakontrollueshme dhe të tepruara ndaj dikujt, duke kaluar kufijtë të një marrëdhënieje të shëndetshme. Në vend që të jetë e bazuar në dashuri të lirë dhe respekt, ajo karakterizohet nga dëshira e vazhdueshme për kontroll të partnerit, ku është, me kë është, çfarë bën, xhelozi ekstreme dhe pasiguri, frikë e thellë nga braktisja ose humbja e tjetrit, mendime të vazhdueshme dhe të tepërta rreth personit që dashuron, sakrificat e egzageruara, madje duke humbur veten për ta mbajtur tjetrin, varësi emocionale ndaj partnerit deri në atë pikë sa të ndihesh bosh ose i humbur pa të. Kjo lloj dashurie shpesh kthehet në burim vuajtjeje, jo vetëm për personin obsesiv, por edhe për partnerin që ndjen presion, kufizim ose madje frikë. Shenjat e dashurisë obsesive. 1. Mendime të pandalshme për partnerin, edhe kur nuk ka arsye. 2. Xhelozi e tepruar, edhe për gjëra të vogla dhe të padëmshme. 3. Nevoja për kontroll, kërkimi i vazhdueshëm i informacionit rreth partnerit, ndjekja e rrjeteve sociale, pyetje të shpeshta e kontrolluese. 4. Frikë irracionale, ngandarja, edhe kur marrëdhënia është e qëndrueshme. 5. Sakrifica të dëmshme, vendosja e nevojave të partnerit gjithmonë mbi veten, duke harruar mirëqenien personale. 6. Varësi emocionale, ndjesia se pa partnerin nuk mund të jetosh ose të ndihesh mirë. 7. Izolimi nga miqt, familja dhe aktivitetet e tua për të kaluar gjithnjë dhe gjithkohën me të. Shkaqet më të zakonshme: pasiguria dhe mungesa e vetbesimit, frikë nga vetmia, përvoja të mëparshme të dhimbshme, braktisje, tradhti, trauma, modele jo të shëndetshme dashurie që keni mësuar që në fëmijëri, çrregullime emocionale si ankthi ose depresioni. Si të dalësh nga dashuria obsesive? 1. Prano ndjenjat dhe kupto që obsesioni nuk është dashuri e shëndetshme. 2. Kujdesu për veten. Punë mbi vetbesimin dhe vlerësimin e vetes. 3. Vendos kufi në marrëdhënie, që të ndihesh më i lirë dhe jo i varur e varur. 4. Ruaj jetën tënde personale, miq, hobi, projekte. 5. Kërkon ndihmë profesionale nëse e ndjen se situata po të dëmton shumë. 6. Mëso të duash në mënyrë të shëndetshme, jo përmes kontrollit, por përmes lirisë dhe respektit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.